Rikthehemi në studio, jo vetëm me kafën e mëngjesit, por me vargje që trokasin në shpirt. Në studio me mua kemi poetën dhe përkthyesën Saranda Mehmeti, një zë që vjen qetë, por flet thellë. Bashkë do të udhtojmë nëpër fjalë dhe ndjesi, por më tepër nëpërmjet ngjarjes që ngjall emocion dhe respekt për letërsinë. Edicioni i dytë i ditëve të poezisë në Shkup fillon sot me 19 maj, ku kujtohen emra që ndërtuan gjuhë, identitet dhe kujtesë. Poezia sot është në qendër të vendit dhe së bashku me Saranda do të informoj me rreth të gjitha informacioneve. Të faleminderit shumë që erdhe dhe që je prezente bashkë me ne sot në studio. Mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë për ftesën dhe për mundësinë për të folur për ngjarjet letrare dhe kulturore që do ndodhin fillojnë sot dhe do vazhdojnë në ditët në vijim. Është kënaqësi kur flasim për gjëra të bukura, gjëra të reja që ndodhin në vendin tonë, mirëpo tash është edhe edicioni i dytë i ditëve të poezisë. Na trego pak për konceptin, autorët që janë përcaktuar për këtë vit dhe gjithçka që duhet të dimë për këtë event. Patjetër, sot, domethënë në orën 18 në hyrjen kryesore të qendrës tregtare Skopje City Mall në Shkup, bëhet hapja solemne e manifestimit Ditët e Poezisë, të organizuar nga Fondacioni Aco Shopov Poezi dhe qendra tregtare Skopje City Mall. Ky manifestim ka nis vitin e kaluar dhe si piknisje ka pikërisht ditën botërore të poezisë, 21 marsi. Këtë vit është shtyr për shkak të tragjedisë të mërshme në Koçan dhe ndodh tani 2 muaj më vonë. Por si piknisje është dita botërore e poezisë dhe njëri ndër figurat më kryesore të letërsisë maqedonase, poeti Aco Shopov. Në gërshtetimin e këtyre të dyave, ditët e poezisë është një hapësirë e re e krijuar në vendin tonë për të shfaqur dhe për të kultivuar poezinë. Ky manifestim është manifestim shumë dimensional dhe në mënyrë harmonike dhe efikase bën gërshetimin e tradicionales me bashkëkohësinë dhe këtë arrin përmes mënyrave të ndryshme interdisiplinare dhe interkulturore. Konceptualisht është ndërtuar ashtu që mirëpret çdo kënd, domethënë prej te moshat më të reja, fillon me gara në recitim për shkollat fillore dhe të mesme, e pastaj deri te poetët e rinj, deri te poetët më të mëdhenj në vendin tonë. Hapja solemne në këtë vit bëhet me një pikë që është pika kyçe dhe është shënimi i përvjetorëve të poetëve. Këtë vit festohet përvjetorit e disa poetëve, siç janë Dimitar Miladinovi, festohet 215 vjetori i lindjes. Grigor Perliçevi dhe Konstantin Miladinovi festohet 195 vjetori i lindjes. Kemi 105 vjetorin e lindjes së Slavko Janevskit, Liliana Çallovskës, kemi 100 vjetorin e lindjes së Gogo Ivanovskit, kemi 95 vjetorin e lindjes së Abdulaziz Islamit, Fari Kajës, Bistrisa Mirkullovskës, kemi 90 vjetorin e Adem Gajtanit dhe Sime Limani Zharnovskit, kemi 55 vjetorin e Igor Isakovskit, si dhe poeti Gjorgji Stalev feston 95 vjetorin. Por jo vetëm kjo, një pikë e dytë kyçe e manifestimit të sotëm është edhe homazhi që u bëhet poetëve që na kanë lënë midis dy këtyre edicioneve, që janë poeti Mihail Renxhov dhe poeti Alindita Ahmeti. Kjo arrihet përmes vargjeve që do ricitojnë më të afërmit e tyre, krijuesi Xhabir Ahmeti dhe muzikanti Petar Renxhovi. Edhe përmbyllet me një moment kyç përmes aktorëve më të njohur për momentin dhe në historinë e teatrit maqedonas Nikola Ristanovskit dhe Igor Xhambazovit, të cilët do rikthejnë prapë fokusin tek Aco Shopovi dhe poezia e tij në ndërlidhje me një poet botëror siç është poeti senegalez Leopold Sedar Senghor. Dhe për të ndalur pastaj tek koncepti shumë dimensional i manifestimit, vren të theksohet se gërshetohen edhe shumë institucione. Ky manifestim bën pa shumë institucione kulturore në Maqedoni, duke filluar prej Fakultetit Filologjik, Fakultetit të Arteve Dramatike, Fakultetit Muzikor pranë Universitetit Kirilli dhe Metodi, Institutit për Letërsinë Maqedonase, Qendrës së Maqedonisë, shkolla fillore dhe të mesme, si dhe shtëpitë botuese, disa prej shtëpive botuese. Edicioni i parë ka pas në qendër më shumë figurën e Shopovit, ndërsa këtë edicion
ky edicion thuret përmes frymës dhe vlerave që përfaqëson Aco Shopovi dhe merret si në mënyrë simbolike si një baba shpirtëror i manifestimit. Të flasim pak a shumë edhe çfarë nënkupton ky edicion për komunitetin letrar, të themi edhe për ju personalisht, sepse është një ndër eventet që ndoshta edhe takoheni me të gjitha ato figura që ndonjëherë keni në fakt ndani profesionin dhe pasionin e njëjtë. Pikërisht, ky edicion është një festë letrare, edhe si qëllim kryesor ka këtë, afrimin e figurave dhe idesë së poetit që ne shpesh e idealizojmë dhe vendosim në një figurë të lartë dhe të paarritshme. Ky manifestim krijon mundësinë e artë për gjithë publikun që të jetë më afër poetëve dhe edhe jo vetëm poetëve, por edhe artistëve të tjerë nga fusha të ndryshme, dhe pse jo të bisedoj dhe të ndaj mendime me ta. Për mua është personalisht ky manifestim është një vlerë e shtuar në jetën kulturore në Maqedoni, për mënyrën dhe nivelin e lartë organizativ që ka, dhe për vizionin e poezisë si gjuhë universale. Gëzohem gjithashtu që këtë vit kemi dhe shënimin e jubileve të poetëve të letërsisë shqiptare në Maqedoni, siç i përmendëm, Abdulaziz Islami dhe Adem Gajtani, si dhe gjithashtu shënimin e përvjetorit të Fahri Kajës, i cili është gjithashtu figurë e rëndësishme e letërsisë turke në Maqedoni. Të flasim pak a shumë edhe sa do zgjasë ky event, do të ketë në fakt 3 ditë, me sa informuam, mirë po të informojmë edhe të gjithë shikuesit dhe sa ka për dallim interesim nga viti i kaluar, si ka qenë interesimi vitin e kaluar dhe pak a shumë çfarë mirë pritet që t'ju në fakt sot të mblidhen të gjithë artëdashësit e poezisë. Domethënë, manifestimi fillon sot dhe zgjat 3 ditë deri të mërkurën. Unë i ftoj të gjithë shikuesit që të ndjekin rrjetet sociale të Fondacionit Aco Shopov Poezisë në Facebook apo qoftë edhe website dhe ta shohin më detajisht programin, pasi është një program shumë i pasur dhe do të ketë shumë ngjarje. Ajo që mund të them se është interesimi ka qenë shumë i madh prej vitit të kaluar. Kjo është arsyeja edhe pse, për shembull, Dita Botërore e Poezisë e ka si simbolik që jep mundësinë që çdo kush të shkruaj një poezi dhe ta ngjisë në murin e poezisë. Vjet kemi pas një interesim shumë të madh të njerëzve që kanë shkruar poezi dhe prandaj këtë vit i është shtuar edhe një event tjetër manifestimit që quhet ndryshe si skena e hapur, do ketë madje edhe një lojë shpërblyese që quhet si rrota poetike e fatit, por ajo që do ketë risi në dallim nga vitet sepse është një manifestim që gjithmonë zgjerohet dhe gjithmonë pasurohet me evente dhe me koncepte të reja. Këtë vit është shtuar gjithashtu edhe punëtori për fëmijë, me rastin e 80 vjetorit të shënimit të kodifikimit të gjuhës maqedonase, por unë do ta veçoja sonte hapjen solemne, domethënë dhe i ftoj të gjithë në orën 18 të marrin pjesë. Të gjithë ata që duan në fakt të ndjekin ditët e poezisë që do të fillojnë sot, pra do të kenë mundësi që për 3 ditë radhësit të ndjekin ngjarje shumë të interesante dhe pse tani që edhe po e paralajmëron edhe lojën shpërblyese, pse jo edhe të fiton edhe të kënaqen dhe ta shijojnë të gjithë organizimin. Thatë se një pjesë e programit këtij vit janë edhe poetët shqiptarë Abdulaziz Islami dhe Adem Gajtani, si dhe poetja që na la vitin e kaluar, Lindita Ahmeti. A mund të na thoni diçka më shumë për përfshirjen e nderimit të tyre në këtë edicion? Patjetër. Domethënë këtë vit është 95 vjetori i lindjes së Abdulaziz Islamit, i cili është një ndër figurat kyçe të letërsisë shqiptare në Maqedoni, poet, mësues, gazetar, është shkrimtar i letërsisë për të rritur, shkrimtar i letërsisë për fëmijë. Gjithashtu kemi Adem Gajtanin, festohet 90 vjetori i lindjes, është gjithashtu poet përkthyes kyç domethënë nga Maqedonisha në Shqip dhe Ana Sjelltas, ka përkthyer Ismail Kadare në Shqip, ka përkthyer Matea Matevskin, ka përkthyer Ismail Kadare në maqedonisht dhe Matea Matevskin në Shqip. Gjithashtu kemi domethënë homazhin që i kushtohet Lindita Ahmetit, që është njëra ndër figurat më të rëndësishme dhe më elitare, do të thoja, me një studim dhe formim
intelektual shumë të madh, siç është ai i studimeve klasike, një përkthyese për kushtuar, një poete shumë e mirë dhe ajo që na mbetet neve pas është vetëm të vazhdojmë të kultivojmë trashëgiminë poetike që na ka lënë. Dhe kjo është në pika të trasha, domethënë se çfarë do të ndodhi. Po ashtu një ngjarje veçantë e rëndësishme që do të ndodh është edhe në kuadër të manifestimit është edhe pika të gjithë jemi poet. Një skenë e hapur poetike që fton publikun të lexojë ngjarje dhe madje të marrë pjesë në një lojë shpërblyese. Përmendëm këtë pak, mirë po sa persona do të marrin pjesë? Keni një numër të caktuar të cilët do të Jo, numri nuk është i caktuar, është domethënë një event i hapur, ftohen i gjithë publiku ftohet që të marrë pjesë. Ajo që është kyçe dhe njëra ndër idetë kryesore të këtij eventi, të gjithë jemi poet, është edhe lidhet edhe me lokacionin e ndodhjes së ditëve të poezisë. Domethënë ne nuk kemi mësuar shpesh që të shohim manifestime poetike nëpër qendra tregtare, por ndodh që në ditët e sotme qendrat tregtare janë si një lloj çarshie shekujt të 21 dhe ideja është që ta afrojmë sa më shumë poezinë deri tek publiku. Është një ide që e ka në thelb domethënë organizimi që thuhet se dhe po i përdor të edhe mirë fjalët, poezia është një produkt shpirtëror i parapar për konsum të gjerë. Domethënë Vlada Uresheviki, poeti akademik, vjet tha se nuk është mirë që poezia të mbyllet në një kull të fildisht, edhe të thyet ajo ideja e poezisë si diçka e parritshme, por të bëhet sa më afërt deri tek publiku. Tek konsumatorët në këtë rast. Po ashtu ditët e poezisë mbartin një dimension të theksuar ndërkulturor, pra ja tani që ndërthuret edhe poetët dhe poetet shqiptare me ato maqedone. Më tregoni pak më shumë edhe për përpjekjet që përfshin ndërlidhjen mes komuniteteve dhe kulturave të ndryshme nëpërmjet poezisë. Sigurisht, kjo është një dimension tjetër shumë i rëndësishëm i ditëve të poezisë. Vitin e kaluar kishte një pikë një event kryesor ku u bë prezantimi i përkthimit të poetëve Maqedonas në gjuhën shqipe nga studentë të Fakultetit të Filologjisë. Këtë vit kemi në fokus dy gjuhë të tjera, le të them, nëse vjet ishte shqipja dhe maqedonishtja, këtë vit kemi maqedonishtën edhe greqishtën përmes prezantimit të poezisë greke dhe maqedonase. Gjithashtu do të jetë i ftuar edhe një poet grek, Sotiris Minas. Edhe kjo është ajo aspekti kulturor që ka organizimi manifestimi ditët e poezisë. Të rikthehemi pak te ty Saranda, pasi që je edhe ke studiuar në fakt letërsinë e përgjithshme dhe krahasimtare në Universitetin e Shën Kirilit dhe Metodit, ku aktualisht po i përfundon edhe masterin, magjistraturën. Si është të jesh fituesja e parë e bursës Aco Shopov dhe po ashtu dua të di se na trego pak më shumë për profesionin dhe pasionin tënd për poezinë. Ti ndërthurim këto pak a shumë me një identitet siç je edhe ti. Domethënë unë kam rrugtimi im akademik ka filluar tek katedra e letërsisë së përgjithshme dhe krahasimtare në Shkup dhe them pa modesti që është katedra më e mirë për sa i përket qasjes ndaj letërsisë dhe kulturës në përgjithësi. Jam shumë me fat që kam pasur mundësinë të mësoj prej profesorëve të jashtëzakonshëm që ajo katedër ka. Pastaj kam vazhduar studimet master që jam në përfundim dhe më ka dhënë hapësirë dhe mundësi që të punoj me studentë në fushën e përkthimit, të thellohem më shumë në shkencën e letërsisë dhe studimeve kulturore. Si dhe ky përkushtim dhe punë e imja ndodhi që kurorëzohet edhe me bursën që Fondacioni Aco Shopov dha për herë të parë për studimet e ciklit të dytë dhe të tretë. Hap ky që pastaj më bëri pjesë edhe të ditëve të poezisë edhe të gjithë këtij organizimi madhështor që po ndodh dhe jam shumë e lumtur për këtë. Jetën tënde ja ke përkushtuar profesionit tënd që po e punon tani dhe po ende je në studime përfundimtare, mirë po më thuaj pak a shumë se cili autor ka ndikuar thellësisht në krijimtarinë tënde. Padyshim, edhe thellësisht ka ndikuar Aco Shopovi. Kur merresh me letërsinë, domethënë letërsia për mua nuk ka qenë asnjëherë profesion.
ka qenë më shumë vokacion, është një farë lloj thirrjeje, që ti edhe po të duash ta lësh, edhe për shkak të përgjegjësisë dhe përkushtimit që kërkon, ose ndoshta edhe për shkak të presionit social dhe ekzistencial, sepse nuk është e lehtë të studiosh letërsi në kohë të teknologjisë dhe zhvillimit teknologjik, por përsëri nuk të lë, domethënë, është një farë lloj thirrjeje që ti vazhdon edhe e ndjek. Edhe përkthimi është pastaj diçka që të pasuron sa është sfidues, të pasuron në mënyrë të pashmangshme. Shumë e vërtet. Je autore po ashtu edhe e librit tënd të përmbledhjeve në fakt poetike poesit. Çfarë simbolizon ky titull dhe ky libër për ty? Njëkohësisht dua të di edhe raportin tënd me gjuhën, si një poete që ke përkthyer veten në gjuhën maqedone. Më tregu pak më shumë edhe për librin edhe për përkthimin. Libri i poezis është gjithashtu diçka që doli si pasojë e rrugtimit tim akademik, dhe nuk do të kishte ndodhur nëse nuk do të kisha mbështetjen edhe motivimin e profesoresh, botueses dhe profesoreshes time. Poezis rrjedh nga fjala greke, domethënë është fjalë greke nga ku rrjedh fjala poezi, por në thelb e ka krijimin. Edhe domethënë jam shumë e lumtur që sot pas 3 viteve që ky libër është botu, lexuesit vazhdojnë ta kërkojnë edhe ta duan, edhe poezitë në një farë mënyre e vazhdojnë rrugtimin e tyre. Raporti me gjuhën kur je një krijues është themelor, dhe gjithçka varet prej raportit që ke me gjuhën. Ajo që do të kisha shtuar unë në aspektin e përkthimit është shumë e vështirë kur e përkthen vetveten, dhe nuk do ta bëj më, sepse nuk e ke autoritetin e krijuesit origjinal dhe jep vetes një liri që të mashtron, e pastaj të merr me vete imagjinata. Por krijon një libër të dytë. Po, por duhet ta shtoj se procesi i përkthimit të Shopovit për shembull, për mua ka qenë sfida më e madhe dhe është një proces që vazhdon, më pasuron edhe vazhdon në mënyrë të vetëdijshme ose jo, vazhdon ai raport që ti vendos me poezinë që të pëlqen dhe vendos ta përkthesh. Saranda, na trego pak a shumë si është të jesh një poete në Maqedoni, në vendin tonë, sa keni përkrahje, sa keni evente të ndryshme ku ju mund të themi të shprehni vetveten apo edhe artin tuaj, poezitë tuaja. Si është në fakt të jesh poete në vendin tonë? Po, mua jam e lumtur tani, më vjen mirë të them se manifestimi i ditët e poezisë është pikërisht një hapësirë e tillë, edhe krijuar për ideuar në mënyrë që të hapë dyert dhe të krijojë mundësi të reja për poetët e rinj. Kështu që do të thosha që në Maqedoni ka mjaft hapësira për zhvillimin e poezisë edhe kulturës edhe poetëve të rinj. Ndoshta ajo që do ta kisha unë si vrejtje në përgjithësi është që na mungon më shumë kritika letrare, dhe shpresoj që në vitet në vazhdim do fokusohemi edhe më shumë nga një lloj vështrimi kritik i veteve tona. Shumë e vërtet. Për fund, Saranda, ne duam të dim pak të rikthime edhe pak në manifestimin që do fillon sot, që të informojmë të gjithë qytetarët që po na ndjekët dhe shikuesit, për të gjithë ata që duan shumë poezinë dhe duan të jenë pjesë e këtij manifestimi, ku t'ju gjejnë edhe një herë, në sa ora, sa ditë të zgjatë, të informojmë edhe një herë për fund dhe mesazhin që do të kishë ndarë me të gjithë që po na shikojnë. Domethënë kujtojmë se sot në orën 18 në hyrjen kryesore të City Mallit në Shkup bëhet hapja solemne e ditëve të poezisë, dhe unë ftoj të gjithë ardashësit edhe të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në këtë hapje solemne. Shpresoj shumë që të shijojnë ngjarjet e përgatitura, i ftoj të vizitojnë domethënë rrjetet sociale të Fundacionit Aco Shopov Poezis për të parë më nga afër dhe në mënyrë të detajuar programin. Edhe mesazhi është shumë i thjeshtë, do thoja, të lexojmë sa më shumë. Të faleminderit shumë që ishe prezente bashkë me ne sot, që informuam të gjithë qytetarët për një event kaq të ndjeshëm, unë do të thoja, pse jo, edhe një event i cili sjell shumë vlera për komunitetin, shoqërinë tonë, kulturën tonë, dhe një event që pse jo, pas ka edhe një lojë shpërblyese për të gjithë ata që duan poezinë dhe duan të bëhen pjesë e këtij eventi, mund sot t'ju takojnë. Ndërsa ty, Saranda, jam shumë e lumtur që të kam në studio, mirë po shpresoj që të kem sa më shpesh në studio, pasi që mund të bisedojmë edhe për librat tuaja më të reja, të botuara nga ti ose të përkthyera. Të uroj shumë sukses, shëndet deri në takimin tonë të radhës, dhe shpresoj që gjithmonë sukseset do të jenë pas teje.
Faleminderit shumë për mundësinë dhe shpresoj të shihemi në evenimente ose për shkaqe të tjera letrare. Të bukura. Faleminderit shumë. Faleminderit.